Sa i përket çështjes për cilin e ngritet ju, ne mendojmë se po të cilin e ngritet, mendojmë se shqyrtimi gjyqësor duhet të jetë i hapur me përjashtim të situatave kur diskutohet gjatë shqyrtimit gjyqësor për pjesët të cilat janë konsideruar si çështje sekrete nga ana e prokurorisë e të cilat janë paraqitur në akt akuzues. Besoj që mund të cilat janë paraqitur në akt akuzues. Besoj se mund të koordinohemi që ta bëjmë një ndarje të tillë, domethënë se ku duhet jenë seancat e hapura dhe të mbyllura. Pos që nuk jom pajtu as me hetimin dhe as me akuzën e kësaj prokurorie, nuk po pajton as me qëndrimin e prokurorit special, sa i përket kërkesës së gjykatës për mbartjen e shqyrtimit gjyqësor të hapur apo mbyllur, për shkak se siç e dëgjuat edhe vetë, sa i përket kërkesës së gjykatës për të deklaruar rreth gjykimit sa duhet të jetë i hapur apo i mbyllur për publikun, siç e dëgjuat edhe vetë, këtu kemi të bëjmë në shumë raste me sekret shtetëror, e për cilin asnjë nga ne avokatët, asnjë nga bashkëpunëtorët e prokurorit, asnjë nga policët hetues të angazhuar nga ana e prokurorit, nuk kanë pas drejt dhe nuk kanë drejt as sot të kanë qasjen ato dokumente. Besoj, ose jam shumë i sigurt, duke të përfshirë ty, sekretar trupi gjykues gjykatës dhe prokurorin në special. Kurba? qasjen e ato dokumente, për që ato besoj, duke përfshirë edhe Sekretarin e trupit gjykues dhe prokurorin special. Dhe prokurorin special. Për çka kolegu Fej Malaj ka marrë një përgjigje nga institucioni relevant për këtë çështje, amiku, të cilit Ka marrë një përgjigje nga institucioni relevant, për këtë çështje, siç është amik, relevant siç është amik, të cilët kanë theksuar se ne, si mbrojtës, po dhe persona tjerë, të cilët nuk kanë certifikat të sigurisë, për të pasur qasje në informacionet e klasifikuara si sekret, nuk kemi asnjë drejt që as t'i shohim, as t'i prekim ato dokumente. E të njëjtën mund ta bëjmë vetëm nëse ato dokumente janë të deklasifikuara. Mund ta bëjmë vetëm nëse ato dokumente janë të deklasifikuara. Po e kuptoj të deklasifikuara.
qëndrimin e prokurorisë për t'i vënë mjegull kësaj çështje, se s'ka ndodhur kur gjë. Për mbledhja këtu. Por këto dokumente që quhen sekrete kanë kaluar në duart e së paku 20 personave të cilët nuk kanë pas certifikat të sigurisë të nivelit sekret. Dhe prandaj dojnë që seancat jetë publike që pretendohet se s'ka ndodhur kur gjë. Për atë arsye, Certifikat sigurie, prandaj në këtë pretendojmë se nuk ka ndodhur asgjë. dhe të vazhdohet gjykimi në Dhe në këtë pretendojmë se nuk ka ndodhur asgjë. Edhe në fund edhe ja. dhe se me këtë poshtë që kanë pas media në dorë shumicën e dokumentacionit, zyrtarët e gjykatës, zyrtarët e prokurorisë, Edhe media shumicën e dokumentacionit në dorë. dhe shumë zyrtarë tjerë, mëse i thonë kush, Dhe shumë zyrtarë tjerë, po tentohet që ta hipën edhe neve e të bëhemi pjesë e një procesit paligjshëm, zyrtarë tjerë, po tentojnë edhe neve, të na hipën edhe neve, të na hipën edhe neve, e të bëhemi pjesë e një procesit paligjshëm, të bëhemi pjesë të një procesi të paligjshëm, i cili ngërthen vetë edhe pasoja të ndjekjes penale. ishte rreth seancës. Dhe për atë arsye, konsideroj se pa deklasifikimin e këtyre dokumenteve, asnjë seancë nuk mund të mbahet publike. Seancë, a e Publike. hapur, a e mbyllur. Që ta thash, asnjë seancë nuk mund të mbahet publike, e hapur. Pa deklasifikuar gjithë dokumentet. Edhe propozon Edhe propozoj që të mbyllet seanca, Prokuria nga data 31/07/2025 dhe data 21/8/2025 është e njoftuar lidhur me procedurat të cilat ligji i parasheh para se të ketë ose të kemi qasje në dokumentet e klasifikuara. Minimizimi apo redaktimi nuk e ndryshon statusin juridik të dokumentit të klasifikuar. avokat rreth propozimit Që për është më njerë po dalë, publicitet. më njerë po dalë. Ki mundësin mu deklarua për çështje tjera. Vetëm zë. Andaj, se kjo u nis, domethënë tani për marrë. Po. Nuk e ndryshon statutin juridik të klasifikimit, të dokumentit të klasifikimit. E tërë dosja është e klasifikuar. Nuk kemi të bëjmë me fjalë apo fjali. Ne si jurist duhet të kemi kujdes kur veç kemi informata të pranuara zyrtarisht nga Agjencioni për Mbrojtjen e Informacionit, për të cilën ligji për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ligji numër 08-175, Neni 2, i këtij ligji sqaron se
ky ligj zbatohet nga të gjitha institucionet publike që ushtrojnë kompetenca ekzekutive, legislative, gjyqësore për personat fizik dhe juridik. Andaj, duke pas parasysh këtë ligj, i cili është në fuqi, dhe deri më sot nuk ka kolizion me asnjë ligj tjetër, gjykatës i propozoi këtë ligj, dhe i cili ligj nuk është në kolizion asnjë ligj tjetër. aktual në jurisdiksionin e shtetit të Kosovës dhe është i zbatueshëm. Andaj duke pas parasysh pasojat të cilat mund të lindin në të ardhmen, gjykatës i propozoi që ta obligoj prokurorin speciale, me qenë që është organi i akuzës, që të inicoj procedurën. Po avokat, Po që pyetja e gjykatës është lidhur me publicitetin e seancës. që kjo është bashkëga. Të i propozoj prokurisë inicimin për deklasifikim të dosjes së rezerva shtetore e me pas të vendos se a do të mbahen të hapura apo të mbyllura seanca. Faleminderit shumë për durim. Kërkoj minutë. Faleminderit. E kemi pranuar akuzën, të reduktuar në disa pjesë nga ona prokurisë së shtetit. Unë e posë në vërtet të akuzës nga ona prokurisë së shtetit e përshkruan çështjen e dilemës, po i përket a kemi të bëjmë informacion sekret apo nuk kemi të bëjmë informacion sekret. Që do të thotë e përshkruan nga akuzë Diç më nga dorë informacion sekret apo jo. jo sekret, që do të thotë e përshkruan që nuk kemi të bëjmë një dokument sekret. Që do të thotë se E përshkruan e përshkruan që nuk kemi të bëjmë dokument sekret, pasi që është bërë një kondëleshme nga ona e klasifikuar. Andaj, pasi që jem para një dileme për të mbajtur seanca e hapur apo e mbyllur për publikun që është interes i madh për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, unë si avokat mbrojtës për ligjshmërinë e dokumentit, i cili konsiderohet sekret, kërkoj nga gjykata dhe i propozoj gjykatës si çështje kryesore të merr një mendim dhe të bëni vlerësim a ka qenë e ligjshme apo s'ka qenë e ligjshme dokumenti sekret. Një vendim apo një mendim, a ka qenë i ligjshëm a s'ka qenë i ligjshëm ky informacion sekret, për të na mundësuar dhe për të hapur porta ne që të hyjmë në çështje dhe të bëjmë administrimin e kësaj procedure. Është interesi publikut, propozimi konkret. Po, është interesi publikut që kjo çështje të dihet, a është çështje sekrete, a nuk është çështje sekrete, nga ona e gjykatës, i cili do t'i heq dilemat. Është me interes për publikun që të dihet ti e përmëshku në seancë të hapur, sa Po, absolutisht po. Vesh deklaron më konkret. Ne vjen për çështje të hapur. Është me interes për publikun që të dihet se edhe ne jam, më shumë. Të bëhet publike çështja dhe të dihet a ka qenë çështja e plotësuar me kritere sekret apo sekret,
që të shkojnë dhe sa unë të hapën. Në parim, i akseptoj përkatësisht i përkajt të gjitha pretendimet e paraqitura nga avokatët mbrojtës në këtë çështje, parafolësit e mi, Të gjitha pretendimet e mbrojtësve dua të shtoj edhe këtë. tjerë, Kjo procedurë e filluar më tepër se 2 vjet më herët. kjo procedurë, dish nëse unë është pak ma me zot ju. Valla, shpo qasë. Unë e po ndëgjej, po Okej. pak ma lërë. Kjo procedurë E zhvilluar tani më tepër se 2 vjet, e zhvilluar më tepër se 2 vjet, sunime së cilës e kanë përcjell ngjarje të shumta dhe komente të jashtëzakonshme, por pse jo edhe propaganda të pavenda, duke u nisur fillimisht nga paraqitja e denoncimit 3 ditë para arrestimit të klientit tim, nga një portal i cili ka paralajmëruar se vendi do të tronditën nga një skandal. denoncimi 3 ditë para arrestimit. Po, 2 ditë ose 3 para arrestimit, një portal i Kosovës është prezentuar se do të vend një skandal i cili do të trondisë skenën e Kosovës. Dhe me një pas ti ka rezultuar po ashtu denoncimi i njëri nga deputet Kuvendin e Kosovës, I njërit nga deputatët e koalit, i cili ka paralajmëruar një incizim ose video incizim të ndodhur në ministrinë për të cilin jemi këtu. ka paralajmëruar një Pra, është përjashtuar besimi në organin e ndjekjes, prokurorinë dhe në policinë. Rrjedhat të cilat kanë ndodhur më vonë, e deri në ditën e sotme, konsideroj rrjedhat të cilat kanë ndodhur deri në ditën e sotme, se nuk mund të flasim për dokumentet të klasifikuara, për shkak se tani ka kaluar një stad më lart të konfidencialitetit dhe ka hyrë në fushën e fshehësisë publike, për të cilën është e njoftuar i gjithë opinioni i Republikës Kosovës edhe më gjerë. Ne, si avokat mbrojtës, jeni edhe ju në djeni, se nuk kemi pranuar që t'i marrim shkresët e lëndës nga prokuroria përkundër faktit se jemi ftuar. Dhe kërkesa e shqetësimi është i njëjtë me ata që u paraqit nga parafolësit e mi, edhe përkundër që ne jemi ftuar, për arsye që u cekën për shkak të ekzistimit të kolegët e mi, rreziku shumë të bazuar se edhe ne mund të përfundojmë në cilësinë e personave të dyshuar përkatësisht kryes të vepra penale të dhënies së fshehtë zyrtare. Sa i përket çështjes së publicitetit, unë sinqerisht ju drejtohem juve, zoti kryetar, dhe nuk duhet të deklarohem u alon në autoritetin e juaj ligjor si kryetari i trupit gjykatës të vendosni për këtë çështje. Faleminderit. Unë nuk do të deklarohem, por do t'ja uloj juve si kryetari i trupit gjykatës që të vendosni. Pas marrjes mendimet dhe propozimit të parë në procedurë, prokurorit special dhe mbrojtësve të akuzuarve, aprovohet propozimi i mbrojtësit avokatit Florent Platikaj dhe mbrojtësit Sejm Alaj,
për me ndyje të seancës për publikun, ashtu që presë që gjykata konformimi 289 paragrafi 1 nën par 1.1 dhe 1.4 se banimi 3 si për paragrafi 3 nën par 3.1 të kodit të procedurës penale e mbyll seancën e shqyrtimit gjyqësor të publikun në këtë çështje penale. Pasi që konsideron se janë përmbush kushtet ligjore nga dispozita e lartësetit, ne kemi të bëjmë në rastin konkret me rritjen e konfidencialitetit dhe informacionit që do të rrezikohet nga publiku, presi për mbrojtjet e dëshmitarit në këtë çështje penale. Përmazhëmësisht gjykata lidhur me këtë çështje do të marrë atë vendimin të veçantë. Edhe atë vendim të veçantë po ashtu, gjykata konformimit 200 paragrafi 1 i kodit penal të Republikës së Kosovës ju tërheq vërejtjen gjithë personave që do të jenë të pranishëm në shqyrtim gjyqësor, që nëse gjatë gjykimit zbulojnë ndonjë informacion konfidencial e për të cilën janë vënë në djeni e të njëjtin e plasojnë në publik, do të jenë përgjegjës konform kësaj dispozite ligjore. Urdhërohen gjithë përfaqësuesit e ligjit që janë prezent dhe persona tjerë që nuk janë parë në procedurë që ta lirojnë sallën e gjykimit. Çfarë